Çfarë janë substancat narkotike ose psikotrope? Substancat narkotike apo psikotrope janë substanca që ndikojnë drejt për drejt në sistemin qendror nervor të njeriu, duke ndikuar në mënyrën se si një person mendon, vepron apo percepton rrethana të caktuara. Këto substanca mund të injektohen në trupin e njeriut në forma të ndryshme dhe në forma të ndryshme të gjendjes së substancës, pra të lëngshme, të ngurta e tjerë. Më klasiket që ne mund të përmendim janë cannabis sativa, është heroina, kokaina e tjerë, sepse duhet kemi parasysh që lloji i këtyre substancave sa vjen edhe shtohet me kalimin e kohës, me evolimin e gjendjeve të ndryshme të preparateve. Normalisht në Shqipëri përdorimi i këtyre lëndëve dhe mbajtja e këtyre lëndëve është i palishëm. Ne duhet kemi parasysh që mbas viteve 90 pati një fluks të madh, duke qenë se Shqipëria për një farë kohe ishte izoluar nga këto dhe fenomenet kanë qenë pak më të izoluara ndoshta, por me hapjen e kufive normalisht edhe pjesa e lëndëve narkotike do ndryshonte trajtën, duke shtuar dhe veprat penale që konsumohen në fushën e lëndëve narkotike.